Komiteti Olimpik i Kosovës ka prezantuar zyrtarisht ekipin që do të përfaqësojë vendin në lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026. Skitarët Kiana Kryeziu dhe Edrin Kokaj do të mbajnë flamurin e Kosovës në këtë ngjarje madhore sportive, por suksesi i tyre vjen me një sfond sfidash dhe një apel të fuqishëm për investime në infrastrukturën e sporteve dimrore në vend. Kryetari i Federatës Skitare të Kosovës, Milem Kelmendi, tha se mungesa e infrastrukturës së nevojshme sportive që nga pas tufta po e penalizon zhvillimin e sportistëve në Kosovë, pasi në të kundërtën, sipas tij, në lojra të tilla Kosova do të përfaqësohej me më shumë skitar. Ata janë të përgatitur, kanë ditë shumë në borë, po kryesisht i kanë për vende të tjera, edhe gjitha ato mjete financiare kanë shkuar atje, për të përgatitur ta, duke ditë që na nuk kemi një infrastrukturë të tillë që të ngrisim edhe më lart cilësinë e këtyre sportistëve, edhe patjetër që me infrastrukturën e re që do të na vi dash Zoti, kemi me shku edhe me 2 edhe me 4 edhe me 6 edhe me më shumë sportistë, sepse kemi mundësi me ushtru këtë sport në vendin tonë këtu afërnesh. Kështu që infrastruktura është ajo cila ka penalizuar qysh nga marrimi i luftës edhe deri tani që Kosova të ngjetë vetëm me 2 sportista. Kështu që nëse na bëhet infrastruktura e mirëfillt si duhet në Kosovë, atëherë besoj që kemi pas më shumë garus prezent nëpër Olimpiadat e Tiranës. Këtij apeli i u bashkua edhe presidenti i Kokut Ismet Krasniqi, i cili i bëri thirrje qeverisë së Kosovës të ndërmarrë hapa urgjent për të investuar në Brezovic, vend ky në të cilin skitarët vendor edhe do të mund të përgatiteshin, por edhe do të zhvilloheshin gara të nivelit të lartë. Kiana na përfaqëson me 3 disiplina dhe Drini me 1, kështu që Kosova në lojrat olimpike dimrore Cortina do të jetë në media të gjithë botës për 4 ditë radhazi. E kjo është besoj një impakt shumë i mirë për vendin tonë, për qeverinë tonë, për vendin tonë si një shtet i ri që ka shumë nevojë për promovim të tillë. E kjo po bëhet më së miri përmes sportit, edhe i ftoj qeverinë e Kosovës që me hapa urgjente të ndërmerr masa që Brezovica, një aset shumë i madh i Kosovës, mos të lihet anash. Kemi nevojë për këtë vend që të investohet në infrastrukturë sportive, jo vetëm për garus tonë, po pse jo të vinë edhe nga rajoni të bëjnë gara dhe të ushtojnë atë vend, që mos të çojmë parë në vende të tjera kur e kemi vendin tonë këtu brenda në Kosovë. Paraqitja e Kosovës me 2 atlet në Milano Cortina 2026 konsiderohet një sukses i madh, derisa po kërkohet që talenti dhe sakrifica e sportistëve të mbështeten nga një vizion strategjik dhe investime konkrete shtetërore për të garantuar një të ardhme të ndritur për sportet dimrore në Kosovë.